Përshëndetje miq të emisionit Glamour. Një takim tjetër ky radhës. Në studio të ftuar një zonjë e cila jo shumë kohë është bërë nën dhe gjithmonë instikti i nënës ka zgjuar shumë kureshtje për të zbuluar pikërisht këtë botën artistike për fëmijën, mbi të gjitha edukative. Do të ndalemi sot në një minutazh të caktuar, gjithmonë duke pas në synim për të sjellur kaq shumë informacione për të gjithë ata të cilët kanë shumë merakun e fëmijëve gjithmonë. Ata të cilët lodra blejnë shumë, por që nuk dim sa janë ekologjike, sa janë edukative. Dhe e ftuara ime sot në studio ka bërë një moment mjaft interesant në qytetin prej ku vjen ajo. Një moment të cilin ajo e ka sjell për të gjithë fëmijët e qytetit. Një moment të cilin ajo e ka regjistruar sigurisht edhe në një ekspozit. Dhe pikërisht kjo ekspozit është e para e fëmijëve në këtë qytet, ekspozit të cilën ata e kanë sjellur me shpirtin e tyre artistik, fëmijët, me botën e tyre kreative dhe gjithmonë duke sjell aty më të mirën, duke dhënë më të mirën prej vetes. Me mua sot në studio është Besa Ademi. Mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta Djelza, faleminderit për ftesën. Unë besoj i përmblodha fare në fillim disa prej momenteve të cilat ty të kanë ngacmuar që në momentin që ti e bërë nën, apo jo? Edhe ke filluar këtë botën hulumtuese, këtë botën e zbulimeve të reja, këtë botën e leximit shumë materialeve të cilat do t'i ofrosh pikërisht fëmijëve tu. Edhe duke bërë këtë, ti ke ardhur në një moment tani ku veç më të gjithë fëmijët e qytetit të Tetovës vinë për një çështje edukative pikërisht në qendrën të cilën ti e drejton. Ma thuaj këtë ngacmimin. Po, është e vërtet, do me thënë që përmblodhet një pjesë shumë të madhe të atyre çfarë une kam realizuar. Një nën asnjëherë nuk ka mjaftueshëm informacione, kështu që çdo herë jemi në kërkim të informacioneve të reja, të metodave më të reja, të cilët do t'i bëjnë që fëmijët të koncentrohen, të duan atë çfarë janë duke punuar, kështu që edhe mua më erdhi nga ajo instinkti mësis, të bëj diçka që fëmiu im ta kap në mënyrë të lojës. Duke lexuar në për rrjete të ndryshme sociale, hasa në metodën Montessori, e cila metodë pikërisht Maria Montessori, që është një pedagoge italiane, ka metodën e saj që tashmë zhvillohet në për tër botën. Ajo metodë është të mësuarit për mes lojës. Do me thënë, si të bëj fëmija, jo ta ullësh edhe ti duhet ta mësosh tash ngjyrat, por të bësh një loj duke ja mësuar ngjyrat. Këtë metodë fillova ta zbartoj nga dal tek vajza ime fillimisht, për arsye se e kisha fëmijë të parë, dhe më pastaj krijova një hapësirë të vogël të saj, të cilën edhe ka qenë inspirim për punën e tashme të cilën e zhvilloj. Po, kjo qendër për momentin ofron mjaft loja edukative. Para se gjithash, ma spjego pak çështjen e ngjyrave. Si fëmijët i mësojnë ngjyrat nëpërmjet të lojës dhe si ata i sollën në letër për pastaj të vinë në një ekspozitë të tyre personale, do kisha thënë, sepse është shumë interesante. Grup mosha të ndryshme besoj kanë qenë. Po, kemi formuar disa grupe me grup mosha të ndryshme. Fëmijët kanë punuar për ekspozitën me ngjyra të pastelit, kanë mësuar fillimisht nga ka qenë asistentja, asistentët të cilët i kemi në qendrën tonë, që va kanë mësuar fillimisht ngjyrat e ngrohta dhe të ftohta. Pastaj kanë mësuar kombinimin atyre ngjyrave nëpërmjet lojës gjithmonë, për arsye se qendra jonë, Kids Planeti, është një qendër e cila të ofron vetëm lojë dhe argëtim, por njëkohësisht edhe mësim, edukim. Kështu që fëmijët fillimisht kanë mësuar ngjyrat, më pastaj ju kemi dhënë vetëm silueten e një filmit vizatimor të cilët ato e pëlqejnë, varësisht cilën kanë zgjedhur, sipas dëshirës gjithmonë çfarë i pëlqen fëmijët, edhe më pastaj kanë ngjyrosur, kanë shpreh imagjinatën e tyre, kanë bërë ashtu siç don zemra. Kanë bërë kombinimin e ngjyrave, kam bë diellin, kam bë hanën, veç asaj që ka qenë siluete, do me thënë kanë dalë mbi të gjithë pletën, po nuk është se kanë qenë të kornizuara.
Atëherë e gjithë ideja e projektit të realizuar në Galerinë e Arteve ka ardhur duke pasur parasysh që fëmijët ta njohin Galerinë e Arteve në Tetov, që mos shkojmë ta vizitojmë Galerinë e Arteve ashtu boshe, pa vizatime, menduam të bëjmë diçka të bukur. Edhe i gjithë projekti, do me thonë, ka qenë financim, ka qenë rajon, vetëm që fëmijët të kënaqen. Të kënaqen. U përzgjodhen këta fëmijë, ndoshta fëmijë të cilët pak kanë shprehur talent për vizatimin, për pikturën, për ngjyrat, sepse është botë delikate kjo e fëmijëve. Për shembull, djali im reziston të vizatoj se asnjëherë nuk ja del mirë, edhe pse unë gjithmonë e shtyqë, edhe e lavdroj gjithmonë, duke i thënë ke bërë shumë bukur, por jo. Ju e bët këtë zgjedhje? Zgjedhja ka qenë, do me thënë, kemi pasur disa herë punëtori të artit, sepse ne zhvillojmë gjdo 2-3 ditë punëtori. Kemi pas disa herë punëtori të artit. Fëmijët të cilët kanë marrë shpesh pjesë në punëtorin e artit, kanë qenë të pregatitur dhe e kanë ditë se çfarë do bëjnë, kështu që janë paraqitur me njëherë sa po e kemi shpallur punëtorin e radhës të artit e cila i qemë së bashku me prezentim në galeri. Kështu që përzgjedhja nuk ka qenë nga neve. Mi pak emocionet kur ata u futën në galeri dhe pan gjitha punimet e tyre, tamam kështu si piktor të vegjël, e? Po, vërtet, ka qenë vërtet shumë bukur, të gjithë ishin të habitur, veçanërisht me ambientin, duke shumë për ato diçka, wow, ashtu ishin të gjithë, wow, këtu e kam unë punimin ki, mami, Dhe sa di që ti punon edhe në drejtimin duke i njoftuar edhe nënat edhe fëmijët. Paraprakisht i njoftove fëmijët çfarë do të thotë ekspozita? Po, normalisht, se çfarë është ekspozita, ku artistët e mëdhej i prezentojnë punimet e tyre, si realizohet një ekspozit, do me thonë gjatë punëtorisë kanë qenë të gjitha këto të treguara. Kështu që... Nënat të kanë përkrahur, unë besoj? Po, nënat gjithmonë më kam përkrahur shumë edhe une jam shumë falemderuese për arsye se njëherë është nëna ajo e cila e drejton fëmijën të vit tek neve. Po, duke fituar besimin. Po, kështu që mendoj se ka qenë vërtet një projekt i bukur edhe ato janë kënaq vërtet shumë, sa që ende ka fëmijë sot e kësaj dite më tregojnë nënat kur vinë tek qen rajon që kur kalojnë atje thuin këtu e kam punimin tim une, këtu e kam prezentuar. Ju kalon një shije shumë të mirë, po, se vetëm ashtu kur i shion gjërat, si pas me e vetëm, po, i prek edhe i shion, vetëm ashtu mund të të ngele shumë gjatë në kujtes. Se kur është e ftohtë edhe vetëm shkon ta vizitosh, okej, është e momenti. Nuk është si pjesë e ytja, kjo është veç më pjesë personale që të ngelen në shpirt. E ke menduar ta vazhdosh sërish këtë projekt edhe me fëmijë të tjerë? Sepse tani më ke bashkëpunim me galerinë, unë besoj, e? Galeria çdo herë është e hapur, kështu që vetëm bëm pagesën edhe e ke të hapur, për momentin nuk e mendojmë, për arsye se është realizuar njëherë si projekt, është konsumuar një kohë shumë e vogël prej realizimit të projektit, kështu që ndoshta do na duhet edhe pakës kohë që fëmijët e ri, moshat e reja, gjeneratat e reja të vinë edhe të punojnë. Let's play together, I love to play with you.
I'm glad you're here today. Now we can pretend, or we can play our favorite games with all our special friends. Let's play together, it's what we love to do. Let's play together, I love to play with you. Let's play together, it's what we love to do. Let's play together, have fun the whole day through. When it's a rainy day, we can be inside and play. As long as I'm with you, we'll have lots to do. Let's play together, it's what we love to do. Let's play together, have fun. Por ti nuk ndalesh, sjell një projekt tjetër të radhës në qendrën tënde. Tash së shpejti ne kishim një takim me një profesoresh joge, me një vajzë të cilën e duan fëmijët shumë, sepse di shumë mirë t'i trajtoj në mënyrën më të mirë të mundur, pikërisht me jogën apo jo? Po, është e vërtet, do me thëmë Edhe kjo ka të bëjë me pjesën edukative? Sigurisht. Po, normalisht, ajo është një pjesë edukative edhe shpirtërore, përveç asaj. Projekti i jogës ka filluar me Drita Zeqirin si një bisedë mes neve që t'i bëjmë fëmijët të jenë më aktiv edhe të drejtojnë drejt jetës së shëndetshme, të ushqyerit të shëndetshëm, ushtrimet fizike. Kështu që kemi menduar të ju mësojmë si fillim ushtrimet bazike. Drita ka qenë e hapur për këtë bashkëpunim edhe vërtet doli një punëtori mjaft e bukur, fëmijët janë kënaqur aq shumë, sa që tani na kërkojnë çdo javë. Çdo javë të mbajt, por ne ju kemi premtuar që do ta mbajmë përsëri, ato duhet të vazhdojnë në shtëpi të bëjnë ushqime, të bëjnë ushtrime, edhe të ushqehen shëndetshëm. Ushqehen shëndetshëm, po. Para se të filloni me yoga, kishit ndonjë bisedë me fëmijët pikërisht për t'i mësuar çfarë është në dobi të jogës? Po, Drita i ka informuar fëmijët. Ka qenë ajo për arsye se ajo është profesioniste në atë fushë. Zakonisht kur neve fillojmë ndonjë punëtori, kur kemi profesionistë të asaj fushë, i lëm që ato të shprehen edhe ato të tregojnë atë mënyrën e tyre që të mund edhe të jetë më e kapshme për fëmijët. Kështu që ja informuar për jogën çfarë është, se çfarë ushtrime bëhen, i kam praktikuar. Vërtet janë kënaqur shumë. E tani, momenti radhës, i cili do ta sheshojmë pak më tepër, është pikërisht ky ambient i cili është në një formë, do kisha thënë të veçantë, shumë të veçantë, sepse në të nuk gjen gjëra të zakonshme, në të gjen gjëra shumë speciale, gjëra të cilat kanë të bëjnë me psikologjinë e fëmijëve, kanë të bëjnë me lojën, kanë të bëjnë gjithmonë me pjesën edukative, me motorikën, me shumë aspekte të cilat e ndihmojnë në rritjen e një fëmiu të shëndetshëm, a? Po, është e vërtet. Ma thuaj pak këtë mënyrën se si tje e solle këtë orendi brenda qendrës tuaj. Po, do me thënë, duke pasur parasysh atë se loja zë një pjesë shumë të madhe të fëmijës në zhvillimin e tij, kështu që të mësuarit përmes lojës e kam shprehur edhe tek këndi im. Fëmijët, kur vinë tek këndi jon, fillimisht janë paksa të habitur për arsye se nuk e dinë se si funksionon. Unë nuk mund të them se jam një qendër 100% Montessori, por kam ndjekur një pjesë të mirë të Montessorit, për arsye se Montessori don një hapësirë të madhe, lodrat të jenë të prekshme nga fëmijët, do me thënë të jenë në nivelin që fëmijët të mund t'i prekin, të marrin, të luajnë me vetë dëshirën e tyre, të ketë një ndriçim të madh. Ambienti im ka një ndriçim të madh, edhe një qendër Montessori është e domosdoshme ta ketë këtë, kështu që fëmijët zakonisht marrin lodrën, është i lirë të marrë cilën lodër të zgjedhë. Nuk është ajo e të mësuarit të radhitim të gjithë për një, edhe tani do të mësojmë ngjyrat, por njëri mëson ngjyrat, tjetri shkon i mëson të kundërtat, tjetri ndoshta shkon i merr lodrat të cilat me forma, çfarë duhet, cila formë t'i përshtatet, mund ta cekim Po qendra ka një plan program, unë besoj nuk është diçka që fëmijët mund ta shijojnë gjatë gjithë kohës vetëm sipas dëshirës së tyre, por gjithmonë duke u bazuar të gjitha këtyre mënyrave për t'i
për t'i mësuar dhe për t'i zbuluar, për çfarë shërben kjo. Ashtu mundohemi edhe ne ti udhëzojmë në atë mënyrë. Do me thënë, ti udhëzojmë se këndi i lodrave nuk është... Sepse edhe instruktoret në qendrën tënde i ke të profesionalizuara, pikërisht për këtë moment. Njëra nga vajzat janë njëse të mirë të Montessorit, nuk mund të them se janë të specializuara, sepse ato që e ndjekin metodën Montessori e din se sa e shtrenjtë është ajo edhe e din se sa një shkollë Montessori është e shtrenjtë dhe nuk mund të ofrohet tek qytetet e vogla. Por është një njose shumë e mire Montessorit, ka lexuar, e ka praktikuar për loja të ndryshme në për loja të ndryshme, po kështu që besoj se i udhëzon fëmijët në mënyrë të drejtë. Edhe pse Montessori don më shumë që të ketë vëzhgim. Maria Montessori e ka si për qëllim, do me thënë, fëmijët të punojnë në atë mënyrë që të ndjenjë se nuk është askush, të punojnë të lirë, të jenë të lirë. Ne mundohemi të udhëheqim në atë mënyrë. Këndin ton të lojrave nuk duam që ato ta shfrytëzojnë për të vrapuar, për të gjuajtur me njëri tjetrin. Jo rastësisht rënditjen e lodrave e kam bërë në atë mënyrë. Ndoshta dikush kur vini duket, sa bukur, është kuzhina aty, është marketi aty, por ato nuk janë vendosur rastësisht aty. I kanë vendosur për arsye marketin me kuzhinën afër, sepse fëmijët hyjnë në role. Të hysh në rol është shumë e rëndësishme për fëmijën, sepse ja zhvillon imagjinatën, e bën që të jetë më kreativ, të punojë në atë moment më shumë. Pastaj ku shkon në kuzhinë, ai i ka format e pemëve që duhet patjetër t'i përshtate, e ka thikën që duhet ta dje se çfarë funksionon, si funksionon, ka mjetet e punës të kuzhinës. Ata zhvillojnë një shfaqje teatrale, ëh? Po, e vërtet. Pastaj në moment mund të shohes se në kuzhinë mungon, si gjithmonë që i mungon nënave diçka. Atëherë çfarë bën? Prej të kuzhina shkon tek marketi. Tek marketi kemi aty dy role. Po, kemi dy role. Njëri hynë në rol të shitësit, kurse tjetëri hynë në rol të blerësit. Shitësi njëkohësisht mëson parat, mëson vlerën e parave, mëson përdorimin, numrimin. Do me thënë, kjo është të mësuarit përmes lojës. Kurse blerësi mëson pemët, dua këtë pemë, është dardha, çfarë ngjyre ka dardha, është molla, çfarë ngjyre ka molla. Kjo është zhvillimi të cilën i bëjmë. 1 kilogram, 2 kilogram. Matësit, po. Ato ndoshta luajnë në të njëjtën kohë dhe mësojnë shumë, mësojnë. You want to eat a pizza, then let's all make some pizza. See, Mamma Mia! Start to knead the dough, then we toss, toss, toss. Yummy, yummy pizza for our familia. Let's all grab a cup, then we cut, cut, cut. Yummy, yummy pizza for our familia. Do mi shpjegosh disa prej lodrave të cilet i ke sjell këtu, sepse besoj ka një domethënie shumë të veçantë pasi i ke marrë me vete. Po, i ka marrë me vete për arsye se shumica kjo lodër mund t'ju duket se është shumë e vogël dhe që nuk hyn në punë. Por në fakt kjo ka shumë funksione. Njëherë tek ne kur vijnë fëmijët, këto i gjejnë të paradhituna, kështu që ato duhet ti përshtatin.
Këtu mëson gjyrat, njëherë mëson gjyrat, pastaj mëson formën. Ai mund të vendoje se kjo përshtatet edhe këtu, por në rast se e vendon këtu, ne i mësojmë se duhet të jeti vëmendshëm edhe të formoj koncentrim, sepse kjo ngjyra nuk përshtatet me këtë. Pastaj, përveç mësimit të ngjyrave, mëson edhe veglat, mëson se si ai të bëj lëvizjen, se si t'i vendoje, të gjitha këto kërkojnë një koncentrim të madh, kështu që fëmiu derisa mendon, edhe njëkohësisht edhe i mëson të gjitha funksionet e kësaj lodre. I mëson të gjitha funksionet, po. Dikush mund t'i duket se është shumë e vogël, është e pavler, por në fakt ajo ka shumë funksione. Ka ngjyrat, i mëson mjetet e punës, i mëson vendosjen, i mëson si katrori të përshtatet me katrorin, trekëndshme. Kjo është të mësuarit përmes lojës, të cilën ne mundohemi që ta praktikojmë sa më shumë në qytetin tonë. Ka qenë shumë e vështirë të them drejtën në fillim, e gjithë ky inspirimi që më ka ardhur që ta sjelli këtë qendër në qytetin tim, ka qenë përreja asaj se vajzës time ja kisha krijuar më këtë pjesën e të luajturit. Por kisha shumë problem, sepse fëmiu e don fëmiu. Sado që ne punojmë me fëmiun, përsëri fëmiu e don fëmiun. Edhe kisha shumë problem, s'kisha ku ta dërgoj në kështu qendra të luaje, ose që të mund të zbavitet. Por edhe njëkohësisht të mësoje. Kjo ishte e gjitha ideja, e solla në Tetov, edhe nga disa u mirëprit shumë mirë, por nga disa normalisht ishte e panjohur, vishin edhe nuk dishin se si të veprojnë në qendrën tonë. Ma thuaj pak këtë momentin e disa nënave të cilet kanë vërtet nevojë për fëmijët e tyre, për momentet veçanta, t'i sjellin fëmijët aty. E merr përbar ta marrish një fëmijë të tillë? Një fëmijë i cili ka nevojë, po. Me aftësi të Unë nuk preferoj që fëmijët të cilët kanë nevojë të jenë pjesë e qendrës tonë. Jo se kam diçka, unë e dua më të mirën për ato, prandaj mendoj se ka qendra të veçanta të cilët punojnë shumë mirë edhe ai fëmijë mund të arrijë shumë më shumë në rast se shkon në ato qendra se sa të sjelle tek ne. Kam pas nëna të cilët kanë gjetur atë shpresën, mund të themi, tek unë kur kanë sjell fëmijën e tyre autik. Por vërtet unë nuk jam një qendër që mund ta zhvilloj atë fëmijë. Edhe nënave ju kam thënë, unë favlerësoj shumë që keni ardhur edhe që mendoni se këtu mund ta gjeni veten. Po gjitha këto lodra unë besoj mund t'ju hyjnë në funksion apo jo? Mund t'ju hyjnë, por ato fëmijë kërkojnë një punë ndryshe që të mund të zhvillojnë. Prandaj me një punë ndryshe që mund ta bëjmë profesionistët, zakonisht jam çdo herë fanse që çdo punë të bëhet nga profesionistët, kështu që atë punë që mund ta bëjmë profesionistët, mendoj se mund të ketë zhvillim shumë më të shpejt ai fëmijë se sa që të vitë të kund. Prandaj ne nuk preferojmë, por kemi fëmijë të cilët vinë tek qendra jonë dhe qëndrojnë pa shoqërim të prindërit. Domethënë Kids Planeti ofron edhe ashtu oferta që mund të qëndrosh 3 orë, 4 orë pa shoqërim të prindërit dhe bëjnë me asistentet lotra të ndryshme, bëjnë aktivitete të ndryshme, domethënë kalojnë një pjesë shumë të mirë të jetës së tyre tek ne. Po, moment tjetër të cilën ne do ta theksojmë janë kontinentet, një tabelë shumë interesante. Kontinentet ka qenë një ndër punëtoritë më interesante të cilët e kemi zhvilluar për arsye se kemi punuar për 4 javë me fëmijët. Po. Nuk ka qenë, zakonisht punëtoritë i kemi për 1 ditë edhe aq. Ditën tjetër kemi pastaj temë tjetër, por kontinentet ju kemi kushtuar një
një pjesë, një kohë, po. Kështu që kemi mësuar nga 2 kontinente paralelisht, kur kemi mësuar Evropën, për shembull, kemi formuar kullën e Parisit me fëmijët, kam punuar shumë bukur, pastaj ka pasur ka qenë Afrika, të cilën e kemi punuar shumë bukur, kam formuar ato shtëpit afrikane, janë disa momente vërtet shumë të mira, të cilët mund t'i vëreni edhe... Për post-kontinenteve kanë mësuar paka shumë edhe kulturën edhe kulturën afrikane, po, pastaj... Që ta kene edhe më të njohur, edhe më të parafër. Po, kanë mësuar edhe muzikën afrikane, si zbaviten ato, ka qenë vërtet 4 javë, për 4 javë loje dhe shumë të bukura aktivitete. Kanë mësuar flamujt për qëto shtet, ka qenë vërtet shumë bukur. Shumë interesante. Besa tjetër, kemi diçka për të prezentuar, apo jo? Kemi pasur puntorin me planetet. Puntoria me planetet ka qenë ndër puntorit e para që çdo herë kujtoj me shumë emocion. Se e gjithë ideja e Kids Planeti, kur e kam filluar, ka qenë se do t'i kem lodrat edukative, të drurit, ekologjike, nuk preferoj as pak lodra plastike. Përveç asaj se njëherë nuk janë të bukura lodrat e plastikës, por këto që importojnë nga Kina janë toksike dhe janë shumë të dëmshme për fëmijët. Lodrat e plastikës pastaj thehen më shpejt, edhe i formojnë ato tehet, empreta, që janë shumë të rrezikshme, kurse lodrat e drurit, edhe nëse thehet, qëndron në atë konstruktin e vetë edhe nuk është aq e rrezikshme, pastaj mirëmbajtja e këtyre është shumë më e mirë. Mirëmbajtja e lodrës të drurit, andaj te qendra ime zakonisht flitet se është shumë pastër. Është e vërtetë sepse ne çdo ditë i pastrojmë lodrat e drurit, edhe është shumë e lehtë mirëmbajtja e tyre. Ato prishen, por mund edhe të rregullohen. Kurse e plastikës, tash ka plastik, unë kam edhe lodra të plastikës në qendrën time për plastik të certifikuar, që nuk është e dëmshme, dhe çdo herë preferoj në rast se bleni lodra të plastikës, të paktën merrni të certifikuara, të cilët nuk janë të dëmshme për fëmijët tuaj. Si të litemi tek ajo, projekti i parë është ky i planeteve. Kjo është projekti i parë që e kujtoj gjithmonë me shumë emocion, se ka qenë, kisha paraqitur, do me thënë se për herë të parë mbahet në Kids Planet një projekt punëtorie, ku fëmijët do të punojnë edhe do të mësojnë. Nuk e dini njerëzit se çfarë është, andaj kisha vetëm 7 të paraqitur. Edhe si ndjenjë mërzije, edhe si emocionet përziera, si do t'ja dalë, si mundet kështu, Edhe fillu me fëmijët, 7, aq sa jemi, do të kënaqemi, filluan fëmijët, do t'a shihni në... gjatë kohës për në përcjellin edhe fotografit edhe video, ku vizatojnë planetet, ngjyrosin, flasin me njëri tjetrin, ky planet është kështu, ky planet është ashtu. Pastaj janë këto karta që janë mjaft të mira për fëmijët dhe që unë i preferoj mjaft, kemi mësuar me këto kartat, si duket toka, çfarë ngjyre për shembull ka Jupiteri, ka ngjyrosur Jupiterin, disa herë kemi përsëritur Jupiterin, disa herë kemi përsëritur tokën, vërtet jemi kënaqur. Mbaroj projekti me punëtorin, do me thënë e planeteve, edhe të gjithë ishin wow, kjo që çfarë është kjo, nuk e kishin idenë. Pas asaj, me njëherë kemi paraqitur në bazë 2 dite ose 3 dite në rast se nuk apoj, punëtorin me organet. Edhe aty ka qenë shumë bukur, kemi pasur tek 20 fëmijë të... Unë besoj fton edhe profesionist në fushat të cilët ti prek. Kam pasur edhe zonjën Naile Elezi, e cila ka biseduar për nënat, sepse unë nuk mbaj punëtori vetëm për fëmijët. Kam pasur edhe një punëtori për nënat, se si të rrisin fëmijët me vetbesim, se si ato të drejtohen fëmijës së tyre kur ato janë të mërzitur ose të turpruar, se si të veprojnë me fëmijët e tyre. Kështu që
Besoj se ka mjaft gjëra të bukura për të momente të cilat neve i kemi sjellur edhe nëpërmjet fotografive që shikuesit ta kenë parasysh për çfarë po flasim për këtë qendër, e cila është mjaft edukative, por njëkohësisht edhe argëtuese për fëmijët, sepse fëmijët e duan me patjetër këtë. Kanë qenë disa projekte. Unë besoj që ti gjatë gjithë kohës mendon për një projekt të radhës, ë? Po. E ke diçka? Po, sapo e kemi publikuar, projekti radhës do të jetë një projekt... Sepse dhe rrjetet sociale të ndihmojnë mjaft për të qenë në kontakt me të gjithë këta të cilët duan Po, është vërtet. Projekti radhës do të jetë një projekt shumë i bukur, do të bëjmë teatrin e kukullave për herë të parë në qendrën tonë, po. Fëmijët do të punojnë një herë kukullat e tyre, kukullat e teatri do me thënë, do t'i ngjyrosin, do t'i bëjmë format e tyre të cilën të i dëshirojnë, më pas do të kemi kukla të vogla teatri, ku ato do të kalojnë në role edhe do t'a tregojmë fërallën e tyre, si pas qefit të tyre. Publik, normalisht se do t'i kemë fëmijët e tjerë edhe nënat. Edhe nënat, po. Janë gjithë mirëseardhur, ata cilët duan t'jenë pjesë e kësaj familje të madhe, do kisha thënë, të qendrës tënde. Ti ke edhe një natyrë shumë të qetë, shumë të butë, edhe unë besoj që me fëmijët mirë është vesh shumë letë, sepse kjo qetësia atyre u ofron një siguri, e? E vërtet, jo vetëm unë, por edhe vajza, çfarë i kam, ndoshta është ajo energjia, çfarë të gjitha vajzat janë kështu. Si magnet njëra me tjetrën. Po, vërtet, ashtu funksionojmë. Të gjitha jemi të qeta, të dashura me fëmijët, i duam ja zakonisht. Sepse i duhet fëmijës një kopak më e gjatë për t'u adaptuar me dikë i cili është i panjohur për të, apo jo, kur vjen herën e parë, se pastaj të dytën dhe të tretën ai veç më bëhet si në shtëpinë e vet aty, besoj. Po. Kështu që besoj se të gjithë ato fëmijë të cilët vinë shpesh tek ne, më nuk dëshirojnë askund tjetër të shkojnë. Përveç kësaj qendre. Po, për arsye të kësaj çfarë thamë, është ajo energjia pozitive ndoshta që i përcjellim. Janë të gjitha vajzat kështu të dashura me fëmijët, i duan shumë fëmijët, punojnë shumë me ato. Edhe ajo është që kalojnë një kohë shumë të bukur bashkë. Besa, unë sot e kisha shumë me merak e kisha ardhjen tënde, sepse doja me patjetër që publiku t'ja prezentoj këtë moment kaq shumë të veçantë, fëmijë të vegjël artistë, të cilët futen në rol, fëmijë të cilët pastaj zbulojnë gjëra të reja, të cilat i kanë të panjohura. Por një moment tjetër të radhës unë do kisha dashur shumë që të kem edhe fëmijë prej qendrës tënde këtu në studio, edhe të sjellim, pse jo mos ta sjellim një lojë këtu bashkë? Patjetër. Po. Patjetër. Ne sot kemi bërë vetëm një prezantim të kësaj qendre, e cila është e jashtëzakonshme për fëmijët deri në moshën? Deri në moshën 9 vjeçare. Është e përshtatshme deri në moshën 9 vjeçare. Se normalisht pastaj mosha 9 plus 9 vjeçare është pak sa më delikate. Biles tani që ka një zhvillim më të hershëm fëmijët, që këto kur futen tek ne, këto lodrat ju duken pak se janë për fëmijë më të vegjël, por në fakt nuk janë. Ka lodra që kam për moshën 8-9 vjeçare, që janë ato formimet e figurave të ndryshme, ato ndoshta vetëm një vit dallon, edhe nuk përshtaten me kokën. Bëhen nervoz pse nuk përshtatet, po ajo është koncentrimi, qëndrueshmëria është shumë e rëndësishme. Atër Besa, një takim të radhës, ne do të bëjmë edhe me loja këtu në studio, pse jo? Patjetër, pse jo? Një shfaqje teatrale, apo një ekspozit të del për studios tonë, pse mos të del? Po, të tjetë vërtet shumë interesante edhe shumë e përafort për publikun i cili është me ne në ditën e diel, ora 20:30. Shumë suksese për ty, Besa. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë për ftesën, edhe uroj që të jem një inspirim për të gjithë ato të cilët duan të punojnë me fëmijët e tyre në mënyrë edukative. Me natyrën tënde je shumë deportuese, kështu që vetëm suksese. Miq, kemi përfunduar takimin ton sot këtu, duke lënë një të radhës sigurisht të dielën e ardhshme. Mirupafshim.